Mesazhi që Carl Jung e la për empatët do të shkatrojë çdo besim që kishe për kujdesin tënd për të tjerët. Çka zbuloi Jungu ishte jashtëzakonshme. Ai tha se empatët janë thjesht fëmia që kurrë nuk ju lejua të jetë vetjak. Ti besoje se kujdesi i veçantë i yti ndaj të tjerëve ishte një vunti e veçantë, një dhuratë shpirtërore, ajo nevojë e pashtershme për të dhënë pafund, për të shterur veten tënde për të tjerët. Por ajo nuk ishte dhunti. Ishte mekanizëm mbijetese programuar që nga fëmijëria, dhe ti as që e dije këtë. Atëherë kur ndjenjat e tua etiketoheshin si të tepërta, nevojat si të shumta dhe vetë ekzistenca yte varej nga shërbimi yt ndaj të tjerëve. Por ja çka e bërë zbulimin e Jungut revolucionar. Ai nuk i pa empatët si të thyer, i pa ata si në gjysmë të rrugës së individuimit, rrugtimit psikologjik drejt të bërit i tërë. Dhe diku thellë ti e dije këtë. E ndjeje. Ti gjithmonë e dije se empatia yte vinte me një kosto, të cilën ti nuk mund as ta emërtoje, por e ndjeje. E ndjeje se për të qenë ai që kishe mësuar të jesh, ti sakrifikoje atë që ishte destinuar të ishe, veten tënde autentike. Dhe di si e ndjeje se vetja yte autentike nuk ishte lejuar asnjëherë të jetë, se në një farë mënyre u sakrifikove. Nëse e gjen veten tënde në këtë tip të njerëzve, atëherë qëndro me ne deri në fund, sepse ajo që do zbulosh ka aftësinë të ndryshojë bot kuptimin tënd për gjithë jetën. Jungu tha, privilegji më i madh i jetës është të bëhesh ai që je në të vërtetë. Në këtë kurs, ti do të zbulosh ciklet psikologjike që e shndruan empatinë tënde natyrale në një strategji mbijetese dhe do të zbulosh se si këtë veti tënden më në fund ta përdorësh në shërbimin tënd para se të bësh zgjedhjen ta përdorësh për të tjerët. Do mësosh kufit e shëndetshëm që të ndihmojnë të përdorësh empatinë tënde si zgjedhje dhe jo në mënyrë automatike. Kjo nuk do të thotë të ndryshosh. Kjo do të thotë të integrohesh, të marrësh mbrapsht të drejtën tënde të kujdesesh së pari për veten. T'ja fillojmë. Jung zbuloi diçka që shumë njerëz nuk e zbuluan kurrë për zhvillimin empatik. Ai zbuloi se ajo që ne e quajmë empati tek të rriturit shpesh filloi si hipervigjilencë emocionale kur empati ishte fëmijë. Një mekanizëm mbijetese që formon fëmia, që për shkak të mbijetesës së vet emocionale monitoron vazhdimisht emocionet dhe atmosferën emocionale të të rriturve në dhomë. Mendoje një herë. Nga erdhi aftësia yte për të kuptuar emocionet aq përpikshmërisht, për të menaxhuar të tjerët edhe kur ata nuk ta kërkonin. Të shtypje ndjenjat e tua sepse ata ishin të tepërta, apo sepse askush nuk kishte kohë. Të rregulloje situata përpara se ata të shfaqeshin, duke përdorur intuitën tënde. Ndoshta e gjitha kjo, më shumë se një dhunti, ishte një nevojë. Një nevojë adaptimi. Fëmia që mëson se nevojat e tij krijojnë tension, ndërsa nevojat e të tjerëve siguri, këtë mësim nuk e bëre me koshiencë, por si adaptim. Truri yt u riprogramua për të mbjetuar në një mjedis emocionalisht të paparashikueshëm. Por, gjithë ky adaptim nuk erdhi pa një kosto të tmerrshme. Ti humbe vetinë e shëndetshme për të qenë vetjak në mënyrë të shëndosh. Diçka vetë destruktive ju mësua empatit. Duaj të tjerët më shumë se veten. Dhe kështu krijohet ajo që unë e quaj paradoksi i empatit. Sa më shumë mëson ti të lexosh ndjenjat e të tjerëve, aq më shumë humb aftësinë për të kuptuar veten tënde më thellë. Ti lexon ndjenjat e të tjerëve, por ndjenjat e tua për ty janë abstrakte. Dhe pasoja më e rrezikshme e kësaj është se empati i rritur nuk din t'i dallojë mirë ndjenjat e tij të vërteta, nuk din të vendosë kufi. Çka është shumë interesante tek zbulimi i Jungut për empatët është se çka fshin hija e tyre. Hija, sipas Jung, është pjesët e tua të cilat ti i fsheh, i ke mbyllur dhe nuk i pranon. Çka Jung vërejti në hijen e personave empatik do t'ju lë të pa fjalë. Për çudinë e tij më të madhe, tek hija e empatit, Jung nuk gjeti errësirë. Gjeti atë që unë e quaj të qenurit vetjak i shëndetshëm. Vetjaklëkun që nuk ju lejua kurrë ta përdorte. Shumë empat kanë shumë frikë dhe turp të pranojnë këtë, sepse ndjejnë një ndjenjë turpi të jashtëzakonshme. Atë aftësinë për t'i dalur zot vetvetes, që është instiktive, ata e humbin dikund gjatë rrugës në fëmijëri. Turpi i empatit për gjithë këtë vjen nga ajo se ata u mësuan se të jesh vetjak është turp i madh,
mëkat. Me anë të kondicionimit moral u krijua hija e empatit. Por të jesh vetjak në mënyrë të shëndosh nuk është patologji, është nevojë. Prandaj empatit i mungojnë pjesë nga personaliteti i kompletuar. Dhe prandaj gjithçka që empati ju jep të tjerëve nuk vjen nga përmbushja, por nga paplotësia. Ata japin dhe japin, por brenda asaj fshihet zemrimi, lodhja, nevoja për të ndaluar, për të ndryshuar, për të zgjedhur vetveten një herë të vetme. Kjo nuk vjen shkaku se ata janë vetjak. Vjen si ribalancim, si kompensim i jo balancës së zhvillimit të tyre të tërësishëm. Si dritë mbi pjesën tjetër të personalitetit të tyre, aty ku ata e duan vetveten, shëndetshëm dhe i japin vetvetes po aq dhe më shumë sa që i japin të tjerëve. Empati që nuk pranon hijen e tij bëhet i mllëfosur. E drejta e empatit është i rimarr pjesët e veta që i dha në fëmijëri. Ta integroj hijen e tij për t'u plotësuar, sepse vetëm ashtu do t'jetë në gjendje të formojë lidhje autentike. Të drejtën e tyre të ekzistojë si njeri i kompletuar. Me pak fjalë, hija e empatit thotë: ndjenjat e mia vlejnë po aq sa ndjenjat e të tjerëve. Ka një moment i veçantë ku gjithçka ndyshon për empatin dhe ai moment fillon me mbingarkesën, me djegjen emocionale që përjeton empati që ka dhënë shumë. Në atë moment, psiqika kërkon që të bëhesh ai që je vërtet, jo ai që mësove të jesh për të mbijetuar. Ndjen një lodhje të thellë, jo atë lodhje fizike, por atë shpirtërore, të thellë, që nuk kalon vetëm sepse ke pushuar. Kjo lodhje vjen sepse ti ke jetuar jo autentikisht për vite me radhë, dhe psiqika yte tani po rebelon ndaj vetë sakrificës tënde të vazhdueshme. Dhe kur kjo të ndodh, ti ndjen një lodhje shpirtërore të thellë. Ti nuk mund të shtiresh sikurse t'intereson ende. Motivimi i vjetër nuk funksionon. Tani ti fillon ta urresh këtë vetin tënde të të vendosurit të tjetrit gjithmonë përpara vetes. Ndjen një lodhje të thellë psikologjike, një emergjencë psiqike. Vetja yte autentike po kërkon të lindë, por ajo kërkon të çmontosh çdo besim të rem dhe të rievaluosh çdo marrëdhënie ku ti ruane rolin e vjetër. Dhe këtu ti gjendesh si në mes. Nuk je as vetja yte e re, por as vetja yte e vjetër nuk mund të kthehesh më. Je dikun në mes. Ti nuk do bëhesh personi më vetjak i mundshëm, por as ai që jep derisa shteret nuk do jesh më. Do t'jesh i integruar me të dyja këto veti brenda vetes. Në fillim do të ndihesh sikurse tradhton marrëdhëniet që funksiononin vetëm ku ti luaje rolin e dhënësit, veten e vjetër, besimet e skaduara. Njerëzit do të thonë ke ndryshuar, je bërë më vetjak, por kjo është rezistenca kolektive ndaj zhvillimit individual. Por do të ketë edhe nga ata që do të mbështesin dhe nëse ke, je me fat, sepse këto persona të duan me të vërtet. Ndërsa ata që i rezistojnë këtij ndryshimi po përfitonin nga vetja yte e vjetër, nga vetë sakrifica yte. Procesi i empatit për t'u bërë ky person i ri kërkon guxim. Guxim të zhgënjesh njerëz që do të preferonin të ishe poshtë. Ti nuk ndryshove, ti vetëm se ndalove së fshehuri. Vetja yte autentike nuk mund të fshihej më. Dhe është obligim etik të jesh vetvetja. Të pranosh se obligimi i parë dhe ai më i madh është ai ndaj vetvetes, ndaj zhvillimit tënd psikologjik. Për vite me radhë, ti e lare veten tënde anash, për hir të ndershmërisë, virtytit, por më në fund empati kupton disa gjëra shumë rëndësi. Mëson për plotësinë emocionale, kur kupton se nuk është ai përgjegjës për të mbajtur rregulluar ndjenjat e të tjerëve. Mëson të vendos kufi, mëson për aftësinë për të dalluar se ku mbaron tjetri dhe ku fillon ai vetëte. Për empatët që kalojnë këtë fazë, shfaqet një paradoks interesant. Ata bëhen më të dobishëm jo më pak. Ata tani më japin nga zgjedhja dhe jo nga nevoja, nga fuqia dhe jo nga dobësia. Dhe kjo e bën të mundur formimin e lidhjeve, që Jung i quajti lidhje të diferencuara. Kapacitetin për të kujdesur për të tjerët, duke mos humbur vetveten në proces. Të dashuroj pa u zhdukur. Jung shkroi: gjëja më e frikshme është ta pranosh vetveten tërësisht. Dhe për empatin, kjo do të thotë të pranoj pjesët e veta që kanë nevojë për admirim, për pushim, për pranim, për reciprocitet dhe respekt. Të gjitha gjërat që u ishte mësuar se ishin vetjake nëse i donin. Empati që kalon këtë fazë, për fat të keq zbulon diçka shokuese. Shumë nga lidhjet e tyre që ata i vlerësonin, ishin të ndërtuara jo në njohjen e empatit si njeri,
por në funksionin që ai jepte. Njerëzit nuk i shihnin ata si individ, por si funksione. Ai që gjithmonë rregullonte situata, ai që kujdesej për të gjithë, kujdestari, ai që nuk të thot jo. Dhe si pasojë e kësaj, kur empati më në fund të individuohet, shumë nga këta njerëz që kishin përfituar nga empatia e tij, edhe do nervozohen, do bëhen më manipulativ, do akuzojnë. Shkaku se ushqimi i tyre, dashuria e pakufishme e empatit, tani më nuk u jepet pafund dhe automatikisht. Por lidhjet që do t'i mbjetojnë këtij ndryshimi bëhen autentike, dhe kjo është një ndër përfitimet që ky proces sjell. Në vend të lidhjes ku vetëm njëri person jep dhe tjetri merr, krijohet lidhja që merr kuptimin e fjalës marrëdhënie. Jung shkroi: takimi i dy personaliteteve është si kontakti i dy substancave kimike. Nëse ka ndonjë reakcion, të dyja transformohen. Empati duhet të mësoj se jo çdo person meriton empatinë e tij. Jo çdo kush që kërkon ndihmë është gati ta pranojë atë. Dhe jo çdo lidhje që duket e njohur është e shëndetshme. Empati, tha Jung, duhet të mësoj të shikojë njerëzit si ata janë realisht, dhe jo si ai dëshiron që ata të jenë. Ky kthim tek vetja i mëson empatin se nuk mund të ketë lidhje autentike, nëqoftë se ai vet nuk është autentik. Dhe kjo do të thotë të pranoj vetja këllëkun e shëndetshëm dhe anët e tij të errta. Kjo krijon empatinë e integruar. Një empat që posedon atë që Jung e quajti empati koshiente. Ai ende ndjen dhimbjen e tjetrit, por nuk e humb veten në të. Ata tani kanë mësuar të shfrytëzojnë empatinë e tyre si mjet për ta shfrytëzuar, dhe jo për të qenë i shfrytëzuar prej saj. Ata zhvillojnë aftësinë se kur dhe kujt do ja japin empatinë e tyre. Aftësinë për të kujdesur pa mos mbajtur tër barrën e tjetrit. Krijojnë një distancë të shëndetshme, ku qëndrojnë mjaftueshëm afër për të ndihmuar dhe mjaftueshëm larg për të mbajtur perspektivën. Ky udhëtim nuk është i lehtë, sepse ai kërkon të përballosh hijen tënde, të integrosh gjëra të kundërta si empatia dhe vetmbrojtja, dhe të zgjedhësh në mes të bërit i plot dhe të bërit i aprovuar. Empati duhet të mësoj se sensitiviteti i tij në të vërtetë është një dhuratë, por vetëm kur ofrohet nga zgjedhja dhe jo nga friga. Pasi empati të integroj pjesët e tij të humbura, ai kupton se shumë nga ajo që ai e quan empati është në fakt një mjet për të kontrolluar rrethin e tyre, për të ndaluar të ripërjetojnë kaosin emocional që ata përjetuan si fëmijë, për të ndjerë të sigurt. Dhe kur ata të kuptojnë këtë, ky nuk është një kuptim i vogël. Kuptojnë se shumë nga ajo që ata e quanin dashuri, ishte në fakt menaxhim psikologjik. Pasi empati të ketë ndryshuar, ai ndjen për të tjerët sepse dëshiron, dhe jo sepse është nevoja. Dhe në qoftë se tek empati vjen këto momente, një ndjenjë faji, ai duhet ta kuptojë se kjo është rezistenca finale e vetes së tyre të vjetër, të reme, që ishte ndërtuar për t'u shërbyer të tjerëve. Ajo vete që në fakt nuk është autentike, por ndihet familjare, dhe kjo e bën të duket e sigurt dhe të krijojë këtë rezistencë. Por kjo është rezistenca finale. Paradoksalisht, vreti Jungu, kur empatia e zgjedhur zaventson empatinë e rreme, e bën atë më të vlefshme dhe transformon empatinë nga barr në dhuratë. Dhe për të arritur këtu, shpeshherë empati duhet kalojnë nga atë që i quajmë riprindërim. Të mësoj t'jap vetes të gjithë pranimin që nuk e mori kurrë si fëmijë. Të mësoj t'i flas vetes me të butë, t'i celebroj vetë arritjet e tyre. Jung vreti se ky sovranitet psikologjik shpesh vjen edhe me të mbajtur ritëzi për jetën e pajetuar, të gjitha ato ëndra dhe dëshira që i sakrifikove për t'i mbajtur të tjerët në komfort. Dhe kjo mbajtjezi është një mënyrë se si shërohesh, është mënyra se si psiqika e kujton ato që ka humbur për t'i lënë vend asaj që do vi. Tani më, empatia e empatit nuk është empati që vjen nga shterja, por empati që vjen nga përmbushja. Mesazhi final i Jungut për empatin ishte që udhëtimi i empatit
nuk është me të bërit më pak sensitiv, por me të bërit i ndjeshëm në mënyre koshiente. Dhe kjo empatit do t'i kërkoj shumë rezistent, sepse ky udhëkim nuk është i lehtë, nuk është i drejtë, ka lakesa. Empati ka një rol të fuqishëm në shoqëri, sepse ai e tregon botës se çfarë do të thotë të jesh të dyja bashk, sensitiv dhe i fortë, empatik dhe i tërë, me kufi dhe i kujdesshëm. Empati është vetëm fëmia që s'u lejoa kurrë të jetë vetjak, dhe dhurata që Jung kishte për empatët ishte të kuptonin se empatia e tyre nuk ishte e meta e tyre, ishte procesi i tyre pa përfunduar i individuimit. Sensitiviteti yt mund të jetë vërtet një superfuqi, por vetëm kur jepet nga zgjedhja, nga përmbushja dhe jo nga zbrastëtia.